Profesor Sante, do të flasmi për një temë në pjesën e dytë krejt ndryshe, do të flasmi për luftën. Për me diskutu lidhje mbi këtë temë kam të ftuar një musafir shumë special me rrëfimin e tij vërtet rrënqethës edhe shumë special. Ai ka qenë ish luftari i Ushtrisë Ligjore të Kosovës, ka qenë një ndër njerëzit kryesor të betejës së Glloxhanit 24 marsit. Përndryshe është i afërt apo djalmigje i ish kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj, me neve sonte zotri Bujar Haradinaj. Faleminderit shumë çera, do ato kitën e Somali pak. Faleminderit. Thashë në prezantim do të flasmi sonte për betejën e Glloxhanit, po ashtu edhe për plagesat e tua, sepse në një farë forme nuk dashta me thonë prezantim ti edhe Xhexhelezalia i kohës moderne. Sepse mbon në trup mbi 18 plaga. Është e vërtetë Bujar? Po, i kam. I kam edhe i mbaj me krenari e di pse i kom marrë. Gjatë luftës, gjatë kohës periudhës luftës, do me thonë kam marrë plakë ndryshme deri në atë periudhën deri dhe sa mu ka hapë varri për zgjalli, po ka dorë zoti që... Kanë hapë varri për zgjalli? Po, ish ofenzive dhe nuk ishim shumë kohë, faktikisht edhe mu marrë me shumë procedura që duhen masanej, po plagën e 6 qershorit që kom marrë bashkë kur mu kanë vra dhe 2 shok të mitë, Burim Mustafa edhe Shpend Malaj që kam qenë edhe bashkë luftëtarë me ta, po i kom pasë edhe një si temen. Dhe më thonë ka qenë plaga ma e rona që kom marrë gjatë. Kom marrë dhe plagë tjera, po jo ka qenë ma e rona pak, për shumë arsye se kam hub gjakt shumë, se kam qenë i shkum kogja shumë. Edhe atëherë gjatë bërimi ka vdek në Nërvan, Shpendi kem rrinë me to deri në spital, po Shpendi ka qenë kogja rratë një plagë, su më rëndësone. Edhe Shpendi nuk mujti me mbjetu, dikon ka ora 12 natës veç vdeq. Kam rri Ramushi deri në spital, ushtarak që kem pas në atë kohë të improvizum në fshat, po dashti zoti që i ka thonë hapni varret edhe lëni hazër, hapni 2, një për burimin, një për Shpendin, edhe një lënë hazër se bujari s'po dihet apo pështana jo. Kush ka thonë kështu? Ish kryeministri Ramush Haradinaj? Po, edhe faktikisht varrin tam e kanë zonë tash dëshmori i Kosovës Enver Dobrej. Lavdi gjithë dëshmorëve. Ai ka vdek katë natë, edhe unë dashti zotit që mbjetoj, po. Edhe liresh mu me thonë që dhe me thonë Xhexhelezalia ekziston, dhe me thonë edhe kështu... O plagë që i kom marrë unë janë pak të papërshkrume edhe të mjek kanë qenë të papërshkrume. Ki mësi pak po? Kom snajper të marrën on përtej, dalun. Dhe me thonë këtu, të kjo pisa këtu? Po, kom këtu të marrën edhe ka dalë këtej. Dhe me thonë ka debërtu on përtej. Po, fatëbërsisht nuk e më ka prej ka zgjuas kështu. Po, ishë problemi të mjekët. Se ishë ofenziva e gushtit e 98-ës edhe ishë problem me siguru mjek në atë kohë. Ramushi dojke me më leviz, me më qitë ose në Shqipëri ose dikun. I thash jo, bone një zgjidhje tjetër se nuk levizi. Atëherë ka ra në kontakt me disa mjek edhe një për tyre ka qenë edhe shoqëri me Majpejes, që shë Majman tash në atë kohë. Selman Berisha i fshatit aty afër neve i Rëzniqit, edhe me ta ka ardhë, me kryqin e kush ka ardhë edhe Selmonin e kishim prezent doktorin aty, po ka ardhë Shpëtim Rova i Ndjerit, tash doktori që ka ranë mina. Kanë bo 3 ditë me kryqin e kush më ardhë, deri me pa gjendjen e njoflës a është e thyme, se nuk u di ka është e thyme, na i kishim rengenet, i kishim gjitha, po s'kishim staf mjaftushëm mjekve në atë kohë. Edhe në ardhe kanë pa, dhe me thonë mas një mborë në genet, mas një jave kanë pa që, dhe me thonë njofla nuk është e thyme, veç një pjesë e ka ka dalë njoflës, edhe një dhëm e ka hek. Edhe atëherë, unë i pashtu këshyrë edhe një farforme e lujshin kryt atin. Edhe që ka, adin se nuk e tisha asë që ka, se s'mush asë me folë shumë, se i kisha krejt lidhën. Thëshin nuk ka mundësi me hi plumi kështu edhe me dalë edhe mos me bo asë një dëmë, kjo është më shkru në liber të genisit një farë formë.
Po, kam edhe plak tjera. Plak tjera, ka i ki bujarë Kam qafe, kam pjesën e komës, pjesën deri të kuki ka, dhe me thonë shumicën i kam pjesë të halam renda një kam. Pjesë granatës. Granatës e të këtyne, në qafe kam ende më renda në e baj. Kom fishek maron që kanë depërtu. Këtë në qafe ki pjesën e granatës, Po, ende. E kam afer arterjes kështu edhe ma kanë preferu që mos me hinë në ashtë në operacion. Po, nuk është shumë që mundet me bo domë, se e ka bo vendet e vetë, ashtë i kanë bo, nuk levizin ma shumë, po është ma rëzik në ashtë me hi me operu se me leon aty ku është. Po, shtu. Falë zotit je gjallë që qërë. Nga tërkitje për bujarë, bravo. Bujarë, se e fillon kështu pak si shëshnesht, po si ke fillu, dhe me thonë, kur ke dëgju për e parë për këto, dhe me thonë, mështrinë qëllimtarët Kosovës edhe për informacionet që se ti, nëse s'gaboj keni jetu bashkë me një shpi me Kryeministrin Ramush Haradinaj. Po, jem konë një shpi, jem rritë bashkë, edhe dikun të viti 93-94 jenë ndasi gjithë. Si kretë dynjoja. Shqiptarët, edhe unë kam qenë, Leoni ka qenë pak maj madhë sonë në moshë, dhe me thonë a i ka qenë 3 vjetë maj madhë sonë, 3 e dishka që ashtu. Edhe, po, unë jem rritë me Leonin. Ramushja për të konë pak maj madhë se na edhe shkollimet e... Me thonë, Ramushja konë pak ma aktiv ka temat edhe për të flasë edhe patriotike, protestat që bëshin në atë ko, po unë isha hala i ri. Edhe me Leonin jëmë rritë, me thonë, edhe kem pas shumë shoshni të mirë, jo që kem qenë, në ashtë atë jemë misë në rrëdje, po kem pas një shoshni të mirë, me thonë që kem kalu shumë mirë, edhe Leoni ka qenë shumë djallë korrekt edhe të kalimun shumë procese, edhe një dit ishim të punu aty të shpia janë, ishë ardhë fakt për shpis vetë, ishim të shpia janë të punu, edhe ishim të punu dishka rrëth shpis aty, edhe pishojmë një kert policis, Niva e në konë në atë kohë. Po, e vërtet. Edhe e pam dikun një 200-300 metra. Ma lërgë, me dhe Leoni po më thotë, tha, a levizim pak që nej. Po, në nuk disha kur gjohë, qa të më thonë. Thash, okej, shkum pak manel, të kem pas një farare mra pa shpisa atje. Mjen dhe kalamaqa qa konë në atë kohë. Edhe, tha, adë rrim, shtu pak, tha, unë e pjesha cigaren. Po nuk e pisha nërsy prendve kështu. Dhe si tha i cigare shtu, tha rrim shtu. Najtem 20 minuta, po nuk disha kur gjohune. Edhe tha, aty për herë të parë, dhe me thonë, e kom kuptu se Leonin nashta është edhe të unë ndjek për dikuj, edhe për herë të parë ja kom pa armen. Si sot dhe kujtoj, e ka pas një kold Amerikan që janë me 6 fishek kështu, edhe i ka pas një 6-7 fishek një kesë ose dishkat shelne kështu. Edhe, po nuk e kom pyt ma shumë shka e qysh. Adin se, edhe, normal që më ka rujt, edhe më ka rujt edhe mu, po nuk e kom dit shka është tutje, po e kom dit që është i armatast. Aty anej, atër jem shku gradualisht të kuptu që edhe një ardhë një ko që Leoni e kreu shkollën e mesme edhe tash për me vazhdu fakultetin, dhe me thonë Leoni nuk e sheket arsysh me vazhdu në Kosovë, për shumë arsyje që në atë kohë atër masana i kem marrë vesh që i kem kuptu. Dhe thonë Leoni ka qenë promotori i ushtrisë qytetarë të Kosovës, që shedim tash, me thonë s'po flasë për organizime, për bartjet armatimit, për përcjeljet njerëzve, po edhe për sulmet që i ka bo, se Leoni sa herohi në Kosovë nuk o këthy kur thot në Shqipëri. Dhe me thonë e ka kry një temë caktume edhe pse nashta mranda natë është ardhë dhe është këthy. Edhe arsyja ka qenë ma shumë më shku në shkolla atje, edhe një farforme me hub gjurëm edhe të tema tjera që jam fakultet atje, jam okej, po Leoni nuk ka ardhë kur haptas në Kosovë ma. Dhe me thonë ka hi krejt kohën më shef, dhe me thonë. Një legali, po. Edhe tani mas kur ardhë koha, dhe me thonë, po unë atër mas anaj në kyç bashkë me Shkëllzenin, me Dautin, me Gazmend Memetaj, me Agron Memetaj,
me Himen, Himaradina i vllaun tam që ovrami 24 mars. Edhe dhe me thonë i kem kryt do procedura ko gjatë mloja deri në ramjen e Leonit që... Po si e kujton ramjen e Leonit? Qërë, me të thot drejten për ne o konë pak shok atë kohë, se ne nuk ishim ende të përgaditun edhe sidomos më nëra shtylla kryesore e ushtrisë njëmëtare në atë kohë, që shka qenë Leoni. Njëherë e ke marrë një gjysë lajmi, po kontakti ishte i pamundur me Ramushin e me të tjerë. Ne e dishim që kanë marrë, kanë me hinë Kosovë, po se dishim ditën kur, se tash në atë kohë, do me thonë, është dashtë edhe mi vëzhgu shumë Kofinjin, se Kofinjin u konë kogja i mbushur me ushtri sërbe në atë kohë. Edhe se dishim datën sakt, edhe lajm pas lajmi, dikush të ishin u vra Leoni, dikush të ishin u vra Ramushi, dhe me thonë ka qenë mjegull një kohë. Edhe tash u duke me marrë kontaktin prej Kosovëve mujtë me gjeti telefon dikun, edhe nështë kur mundet më përqu, se ishë problem në atë kohë, mësë më përgju telefonat edhe fiksat në atë kohë. Me thonë për me marrë lidhje në Zvicër edhe me mujtë me ditë që ashtu ndodhë në Shqipëri. Edhe se s'dishim kur gjohë më shumë. Atëherë e kuptu mas një kohë që Leoni veç ka ra, po tash ishë tema tjetër se u flitke që Ramushin ka mundësi me dërzu të forcat serbe. Me thonë në atë kohë, po të falemëndëru familjeve dhe njerëzve që kanë ndihmu në atë kohë edhe për varrimin e Leonit, edhe banorëve të Hasit, Vlanës e tjerëve aty. Dhe me thonë, kanë thonë për gjallë tanin kë nuk dorëzohet të forcat serbe, o fjala për Ramushin. Atëherë kanë marrë përgjithësinë edhe mi varros Leonin, edhe atëherë tutje kem vazhdu, dhe me thonë nuk jem nalë ma, dhe me thonë e kem pas nashtë edhe një motiv shtesë për me shty procesin për para mas ramjes Leonit, dhe me thonë kem qyra atëherë bes sa ma shumë me mujtë me kry punë. Bujar, ti je prej njerëzve kryesor në betejën e Glogjonit, që është epopeja e dytë pas Jasharajve. Si ka ndodhur ngjarja se keni rrafem shumë prekse dhe rënqes, që keni luftu të ka e shpia bashkë me ish kryeministrin Ramush Haradinaj dhe Davut Haradinaj e të tjerë? 24 marsi më konë një ditë pranvere normale, edhe na kem pa fillu paka shumë me fortifikimin e pozicioneve në të shtëpia Ramushit. Se na normal delshim, sidomos punë të mdhaja i kem kry gjatë natës, edhe gjatë ditës ma shumë u bëjshim kishe po punojmë dishka ka shtëpia për punë edhe mos më ranë sy. Nashta është dash me dalë me kry edhe temat saktume edhe me dalë të nesrit me pi kafe që me hup një parfor me gjurëm që se më konë na, o fjalla. Edhe ishëm të punu disa pozicione e forcojshi murin, se mas ramjes e komandantit legjendare dhe Jasharit dhe mas sulmit në Prekaz, ne u përgaditshim edhe sulmin të na. Ne jem konë përgaditën, po të thonë prej, sidomos për i vrasjes Leonit e tutje, na e kem ditë që një ditë do të sulmohem, se ma u zbulu, do me thonë, se me shteti Serbo se Udva në atë kohë ka ditë sakt piken. Edhe mas Prekazit atër e kem ditë që një ditë do të ndodhë edhe në Glogjan. Nashta fatkeqësisht prej rastit që ndodhin, na morëm pak mësim prej Prekazit. Edhe, dhe me thonë, pika parë kryesore ka qenë largimi i familjeve prej shtëpia, dhe me thonë familjes tonë, familjes Ramushit. Edhe na kem palon nëse sulmohem një ditë një pikë caktume, nëse na za puna dikun tjetër, për pos shtëpisë, do me thonë nëse është rast sulmi, na i kem pas gati krejt me armë, me çonta, me gjitha i kem pas hazër, se cili ka ditë ku ka të vetën edhe më shku mi marrë dhe me vazhdu tutje. Edhe më shku të pikat caktume. Po të pikat caktume kam rritë shkëllzeni i pari, se neve na sulmun mas pari në shtëpinë Ramushit. Do me thonë Dauti është taku me ta,
në rrugë, se Dauti ju konë deri në fshat, na mendojshim na shta me qitë pozicionet para se më na ndodhë rasti. Po ata në grabitën ma herët, pak, e kanë morë, me siguri i kanë kuptu. Edhe në grabitën ma herët, Dauti është taku me ta ka orë në shpi, dhe me thonë njëj 150 metra për shpis, edhe i kanë bërtit në gjuhën e ty në nalu. Dauti ju konë me Rasim Selmona, i ka thonë, levjes tisë unë snalna. Dauti ka qenë i armatost, faktikisht. Edhe kur o dalë fshat, ka qenë i armatost edhe me Kalashnikov. Po i majshim nërë setër kështu puna më s'mu dalu shumë. Po ka unë gjitë në fshat, unë e kom pas shpinë Manelt, edhe shpinë e Trullin e Vjetër, edhe e kalon pushken e vetë, e kalon të vlau, të hima. Edhe ka u këthyt e poshtë, ka rrumi marë. Edhe u med vetëm me revole edhe me 2 bomba. Dauti i ka pas me veti. Edhe kur i ka piskat tash, aji që ka ecë, atë ditë ka ecë aji. Dhe me thonë aty, i ka piskat nalo, Dauti i ka thonë Rasimit i këti, atëherë Dauti ka shti fillën ta, dhe me thonë, me njëherë. Me thonë nuk ka diskutu ma shumë. Ne ishim të punu afer, kishim shpinë afer aty, edhe pinim do krisma, po nuk e dishim që ato ndodhë. Edhe sallata kanë gjujt me njerë në drejtim Dautit, po fatëbarsisht nuk e ka pas një plom, ka ra një farë lojvije ka qenë aty, edhe shku të shtitu të rhek deri të shpia. Atëherë me njëherë ka dalë Ramushi. A i sërbi ka vdek në venë atë? Po, kanë vdek 3, vetëm një ka pështu një që e ka arrestu Rasimin, Rasim Selmonin. A i kam rri, kanë gajt mas Rasimit, ata kanë vdek në vanë, 3 aty. Edhe atëherë kem shti, se cili jem dalë në propozicion, e kem shti në drejt tyne, e kem tërhek familjen. Edhe atëherë shkëllëzeni jo nisi i pari, thonë po shkoj të pika, ku kishim lonë mu pa, me djemë tjerë, me vlanë edhe me gazmendin, me agronin, edhe kur kam rri shkëllëzeni atje, dhe më thonë, forcat serbe veç në këshin pa rrëthu fshatin, na nuk i kem ditë. Me thonë, fshati është rrëthu dikun 5 ose 6 më në gjesë. Edhe na kem pas një farë loj malazez kanë qenë. Jënë konë dikun 200 metra pej shpisë Ramushit, dhe kanë pas shpinë ata. Edhe, dhe me thonë, fishek, që ata ishin kanë ardhë, kishin pas barku aty. Po fishek të parë, dhe me thonë, në kanë ardhë pej shpisë aty një malazezve, se forcat kishin pa mrinj aty. Atëherë s'kanë mujtë me mri vlau, dhe sa ka tërhek familjen, hima, agroni ata gazmende, i kanë tërhek familjet edhe jënë bo 3 bashtoni për marë të pika më në u bashku neve. Baba Rasimi ka mri dhe nipa shikujtimi kanë mri marë dhe të pika, po hima jo, atëherë forcat serbe qa shpejt kanë ardhë, dhe me thonë që na kanë qanë mes. Edhe kone pa mundur të një më ardhë ata. Atëherë na jem tërhek për shpisë Ramushit, edhe jem shku të pika, jem shbo bashkë edhe njerë që aty, më thonë që ishim 7-8 vetë krejt ishim, edhe atër kena vendosë me hinë fshat, mrena, më thonë se ne jem konë pak jashtë fshatit, me hinë fshat mrena edhe më pozicionu nga për pika. Më thonë Dauti, baba, Rasimi edhe nipa shikujtimi jem konë një shpi, unë e më Ramushin jem konë një shpi, Shkëllëzeni e në veri jem konë një shpi tjetër, Ilmia me Remi, edhe 2 familje Mustafaj që kanë qenë aty, familja Zeq Mustafes edhe Brem Mustafes i kemë gjithë mrenën, dhe më thonë s'kanë levizas ata, edhe qëtu im konë, dhe më thonë në 4-5 shpija im konë të pozicionum. Edhe tash na i ndëgjëshim forcat serbe në radio, se kemë pas mundësin mi ndëgju, edhe pjethotaj kë pjethira IPP e këti që ishë përgjedhë si operacionit këtu në fshat, pjethot që autobo, tha për një 30 minuta, tha t'i binë morë krejt në pej, ishtë jolla për neve. Edhe pjethot aj okej, mirë, tha shkat në zani rafsh, në me thonë spastroni i bjenë një farforme. Spastroni shkat në zani për para, spastroni, dhe me thonë ishë fjalla për ne e për familje, qatë në zani, veç pastrone. Po, mas 30 minuta, po thira i prej peje prap, edhe i herë, i thot që ashtu ndodhë. Po, ky
që ju përgjish ma herë në radio, s'pi flet ma. Tha, ku është taj? Tha, ata ka nisë për peja, nuk e di që ka nisë për me helikopter, do me thonë, prej aty, e po mdo këtë aj kam rrinë mërgë, në banë tanin. Edhe po fatin e kem pas atë ditë që edhe Zotin e ka nimu shumë, po edhe unë e menoj ma shumë që lufta drejt edhe shumë sa në ka nimu. A ditë është plagus edhe Ramush Haradinaj? Po, unë e kam qenë, që më thonë, i ri edhe nuk ishim nej përvojt madhe edhe me luftën frontale, na kem pas përvoja, me që shto lufta gorili ka pak sulme, po luft frontale nuk ishim përvoj, edhe ishim pa përgatitur. Unë jem konë 19 vjeqar, edhe nuk ishim as ndim të parë, dhe me thonë me veti as nuk ishim kur gjo, u duke me improvizu dishka. Edhe u plagos Ramushi, dikon ka ora, se na hinë forcat, tash na qanë forcat mes, po i kishim edhe në mes, po i kishim edhe një muri afer. Dhe me thonë, vis me qetë dritarën, ata ishin qëtu. Edhe na hinë edhe u plagos Ramushi, u plagos se të menu që janë tantë. Me thonë, se qash fort u bo aty edhe mjekull, su sheke ma kur gjo, tash të menu që janë tantë, shpia ta ne këshin pa hi forcat. Edhe Ramushi pja bonë mos gjuni, se jo mune, të menu që janë tantë. Ja ka fut tromblon njëherë ja ka fut kalash, dhe me thonë ja ka shpu dorën e djathë, ja ka qitë për i përdorimit, dytën herë ka thonë o mos gjuj se unë jam. Atëherë ja ka lëshu tromblone dhe ka pjesa e kukës, dhe me thonë e ka qitë onë për tej. Edhe, po, une nuk zdesha shka me bo, dhe thonë se isha, faktikisht isha dhe pas një zgjidhje ma, isha i vetëm, i kisha, dhe me thonë që atë ditë që shtregoj njerëzit, dhe thonë në aty në konë për 5.000 forca sërbe, që kanë artë një garnizoni peje, se i Gjakove, se me të regu njerëz tjerë që i kanë pa forca të ardhë, ata e në që ditë ku i në ka shkojnë të në këtu. Ka qëmë, po. Edhe Ramushi tha këqër mos ka djadh, dikun. A i kesh ma përvoj pak këto tema, ta këqër mos ka djadh dikun, edhe po ata im konë shpi të shash qërimit, ata im konë familje ma dhe kanë majtë shumë bakti për paran. Edhe tha, fakt e gjetëm një burë kështu me djath, edhe djath i ri, edhe masana e kom kuptu që, dhe me thonë, po bëjke i farloj shku me djathi edhe krypa që po e ndaloj ke gjakderdje. Edhe nesi ja improvizova që ato ja lidha me do përshkirë se s'kishe kur gjo tjetër. Edhe i thash rreq aty, e afrova në katë parë ish pozicioni një farkandi ku ish dera kryesore. Sot tash ish problemi se vona futen mranan. I thash rreq ato s'ka të mund është ti, qëndra, po problemi është se dorën e djathtë kishtë jashtë funksionit, edhe dikur mas dite, janë nisi edhe ko paskoj i biket fikt, se gjakderdhja madhe. Janë alem gjakin, po jo shumë, su nalke, se kishtë plagë madhe. Edhe atëherë mu mbike mu pedat me forcat edhe në katë dytë edhe në katë parës, që mos më të regu që është veçinjeri. Duke me improvizu, se s'kishe mundësi tjera. Besa mas dite dikur në avladhe dhe municioni, dhe me thonë s'kishe ma as municion që u luftoj e krediten. A i krediten me pru me shliper sosët dikur. Edhe dikun ka ora nashta 5 ose 6, dola dhe në dritarë dhe njëherë dhe pishom kishin ardhë forcat qëto afer. Edhe shtripa pejkatit dytë, edhe shkuat e Ramushi, jashisha dhe i bombë që kishë në gjykësorët vjetëne. Thash, mash ka lapë me epë qatë bombë, thash se më kanë afru shumë forcat. Thash, po tu nga përna hinë kadera, thash, ishë probleme, veç mja hek fitilën dhe milë shu poshtë. Tha, jo, tha, bëni nej zgjidhje tjetër. Pas marrëk ke mu. Atër masana e kom kuptu që e ka rujt për veti. Një farforme që mos miron i gjallë forcave në dorë. Edhe e u lodhë shumë edhe dikur tentoj, tha, ka i fari teknike, a i tha, bujarë tha mledhi, tha pak shtu pajisje, shana këshin meq ato municione, do shtu se
do me thonë orët e fundit veç me revole kom luftu, veç me të te. Edhe tha mbledhe municionin, tha dhe bashkoju Dautit e shkallëzenit aty nëse po vi edhe une. Shko ti se po të mbroj unë, atëherë po unë e pash që ish problem me dalë Ramushi. Do me thonë veç ish shkum. Dhe e ka thonë edhe vetë një studio tjetër, po edhe i kom thonë jo, mëse me no 2 herë këta, se pa ty s'dalë, se s'kom ku shkoj pa ty, adin. Edhe nuk kom pranu me dalë për shpis. Atëherë kom pa pak që edhe njëherë ka o munu mu rinjallë edhe mi marë vetën. Edhe dhe dikun ka ora 7:30 ose 8 kena luftu. Po fatëbarsisht, dhe me thonë, e mbjetu me dhe ata përveç Gazmendit, Himes edhe Agronit. Vllojët ka u dëshmur aty? Po, Hima ka ra atë ditë bashkë me Gazmendin edhe me Agronin. Him Haradinaj? Hima ka qenë dikun 16 vjeqarë. Dhe po, na mënojshim se nuk dishim kur gjohë ma për ta. Na mënojshim që mas ju u tërheken forcat, atër u duke me tërhek Ramushin, me hek pe i vis për mujt me mëri të një mjek dikun ish. Problemi me mujt me mëri se Ramushi veç 99% ish i shku. Edhe këna mëri deri në Jablanic, po për Himën, në Gazmendin, Agronin, nuk dishim kur gjohë, se s'kishim kontakt ma më ta. Edhe masana e morëm vesh për mes televizionit që jënë vra Gazmendin, për Gazmendin Agronin të ishin me emën e mbi emën, dërsa për Himën, se Himën se këshin gjetë as forcat serbe. Se Hima është plagur rënd, i ka marrë edhe armen e Gazmendit edhe të Agronit, edhe ka dhonë, ka ndru jetë dikun një 5 kilometra ma poshtë, pe plagës që e ka marrë. Edhe nuk i këshin gjetë trupin. Gazmendit Agronit po, të Himës se kanë gjetë trupin, edhe nuk dishin të ashtojshin Rasim Haradinaj. Por Rasim Haradinaj është baba jam. Rasim ish me neve. Atërë kuptum që edhe Hima dishka sështë. Atërë mas 3 dite e këna gjetë trupin e Himës, se nuk e dishin mas ka është. Na ka nimu shumë djem të Glogjanit atërë edhe të Shaptejt, edhe kem gjetë mas 3 dite, kem varros atërë. Kem varros natën, se s'kishe mundësi ma ashtu, dhe masana i të një nga këthy dikun me 28 mars, i nga këthy në Glogjan, masi ja gjetëm Ramushit mjekun e janisi pak me marrë vetën, atër i nga këthy unë e Dauti edhe shkellëzeni në Glogjan. E që shke puna me ne diçka që i ka thonë Dautit për cigare, diçka ka di? Po, Dauti ka pas dugojnë për fundi. Ku ishtë Dauti, u konë Nikull Islam Mustafes. Edhe ajo dugoja ka qenë, ka herë e kanë mojtë, familjarisht i në konë, kështu që e kanë mojtë. Edhe mososën cigaret. Se kisha problemin e sërve, ose të polecve, kisha të lashën ku mi gjeti cigare. Edhe hina krejt shpis. Po ata, familja ty në e shashës se kanë pi dohën, se këshin pa pi dohënin kur një. O, nuk lash vënd pa lyp. Lype, zgjeda kërka. Dauti ishë për balë tash i shpia Islamasanit, kulla. Ata ishin katë dytë, duke ishin katë të parë. Po tash Dauti ka zbrit për me hinë dugoj me marë dhe ajë cigare, kur është try poshtë të takun forca. Ata ishin konë hivesh në dugoj. Edhe i bërtit qa Dautit, se s'kishim as komunikim ma, se ne ndërprejnë, se kanë pas mundësin edhe me të ndërprej komunikimin. Edhe i bërtit qa cigare, po gjujem diqur cigare, isha në gjendje me dalë në ashta me riziku edhe jetën, vëzmi marri pas jetë cigare. Atëherë u konë pak problema, tha hajtë se ma vonë ta digjuj, po si shma, se s'kishe mundësi, se ne ishim të rëthumë të naun. Shka thata në Dauti kishtë të shku për një paqit cigare? Valla, për i pas jetë cigare. Po, me thonë, qëra, krejta jo ditë, nashta është problemi që na ka nimu shumë zoti, dhe me thonë. është konë problem me mbjetu ose me dalë prej asaj dite. Tu e ditë gjitha të forcat, gjitha të, do me thonë, s'po të flasë për autoblinda, për mjetet rona, për helikoptera, do me thonë që im konë
sulmuar prej 9 në mëngjes deri në 8 mbrëmje, do të thonë nuk është nalë betejë akreditën. Edhe krejt kanë mënu, edhe fshati, po edhe rrethina, tani kanë mënu që neve veç na kanë shkri. Bujar, deshta me kalu pak të një temë tjetër e luftës, po ashtu po shumë herë në studion tem, kur kanë qenë këtu domethënë debate të ndryshme edhe rreth Koshorës, edhe rreth po mënaj Dugaxhinit në përgjithësi, ka thonë që Ramush Haradinaj u la vet nga ushtarët tjerë. A është e vërtet? Na dim kush ka qenë pjesë e luftës në atë kohë, dim ofenzivën e Gushtit, do thonë që ka qenë një ndër ofenzivat më të mëdha që i kanë zhvilluar Serbia në atë kohë kundër forcave të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe ka qenë faktikisht ka qenë një ofenzivë e rëndë. Edhe tema është që na ishim plagu pjesa më e madhe e djemve që udhëheshim pikat e frontit ose betejat që udhëheshim, ish plagu Shkëllzeni, ish plagu Dauti, ish plagu Enveri, isha plagu une. Me thonë një farforë me Shmet Ramushi, okej, me ushtar po një farforë me pa krah, se ai kur ka llogarit dikun që është nashta ma rrezik, ka shku njoni për neve, ose Dauti, ose Shkëllzeni, ose cili do t'jenaj. Edhe mas ofenzivës të Gushtit, të ditë edhe, do me thonë, komandën që ka pas dikush tjetër, se Ramushi ka qenë zavendës komandant në atë kohë, se me marrëveshje që është bo, me thonë komanda ju ka dhonë dikuj tjetër. Tahir Zeman, ha? Po, edhe Ramushi normale ka mbështet, ka përkra, i kem themelu brigadat, i kem bot gjitha bashkarisht. Edhe na kem prit që do t'jem bashkë në front, me thonë kur t'ka nevoj, po ma keqja është që kanë vendosë që mu tërhekin pjesën, ata i kanë thonë tërhekem sonte deri nesër kthehem prap, me shku deri në Bjeshk, do me thonë me lëshu fshatin një Sneq, po në fshatin një Sneq kanë qenë për mi, nashta s'po thonë, po nashta një 50.000 familje kanë qenë grumbulluar aty, po i ki pas edhe 50.000 forca që i kom të rrethuar për tyne. Edhe ma keqja ka qenë se kanë qenë edhe djemë të plagosur aty. Ju keni qenë njeri fundit që keni folë me Tahir Zeman, apo? Aty nga ka rasti ashtu, me folë me ta dhe më ka thonë që thuj Ramushi që shijem nesër në mëngjes edhe bisedojmë tutje që është do të vazhdojmë. Edhe? Po kur i na qunë mëngjes, faktikisht jënë tërhek, nuk e di arsyen, as sot se di më arsyen pse, do me thonë jënë tërhek edhe në kanë lonë ne, jem konë dikon një 45 ushtar të llogarit edhe babën e Ramushit, babën tam, disa vllon tam që ka qenë vllau i Ramushit, Frasheri, Krashniki, dikon ka 15 vjet, do me thonë krejt këta me disa djemë Gjakovës, me disa kështu, do me thonë krejt që ta kem qenë me 45 vet. Po kema arrit me mos mu dorëzu dhe me vazhdu luftën, do me thonë edhe prap ka nisë më në bashku të një mas ofenzives që është shpërndan shumë ushtarë, të një në shku të u bashku. Do me thonë të u bashku edhe për jonës, ku jënë tërhek, jënë këthy. Do me thonë, e kanë ditë që jenë vendosën që to dhe jënë këthy prap, ju kanë bashku ushtrisë shqiptare të Kosovës deri në fund. E një temë tjetër që gjithmonë e kom pas kështu breng me sqaru me nashta edhe me ish-kryeministrin Ramush Haradinaj, po edhe me juve konkretisht. Flitet që, do me thonë, për shkak që Ramush Haradinaj nuk ka leju në atku, më bon peja si Mitrovica që ka qenë, realisht e ka ndalu ndarjen e pejes. A më shmë në shpjegu pak pika shkurta që ka ndodha? Kush e ka përjetu mas luftën në pej, më thonë pjesa ma e madhe edhe e qytetit pejes. Më thonë e thojnë nuk e më shefin këta, po edhe djemët që kanë vepru në atë ku në pej, ne dim që peja ka qenë nda me fix për bistric të pejes. Kur që din, dhe me thonë pejen shumica e dim, po dhe ka qenë e vendos në tel, me thonë
tel ushtarak edhe tel therë që mos me depërtu ura ka qenë e blokume. S'ki pasin konë 2 ura, dhe me thonë ku është kalu Bistrica Pejes, edhe kanë qenë komplet këfori i pozicionum në atë kohë. Edhe tash e dim që pjesa ma e madhe e kriminelve që kanë krime në Kosovë gjatë periudhës luftës, ne kem ditë që janë mshefun në pjesën tjetër andajna. Edhe një farforme ka qenë lloj i ndarjes ose i barikadës njësoj si kur Mitrovica. Nëse dikush mundet me kuptu që ata, dhe me thonë aja ka qenë fix ashtu. Edhe tash strategjia tyne nuk e di, po unë e mendoj se strategjia tyne ka qenë brezat kufitarë, se atër hala, dhe me thonë, Malizi ish pjesë, Serbis ish bashkë Serbia Malizi, dhe me thonë, edhe u llogaret ke pjesa kufitare prej Malizi, dhe me thonë, me lidh me pjesën e Istogut edhe me dalë deri në Mitrovic, dhe me thonë, me rujt qatë pozicionin ku ata kanë menu nështë në atë kohë dhe me enda si pjesë, po të ju falemnderu shumë njerëzve që kanë kontribu në atë kohë, dhe me thonë, sot Peja është qysh është, edhe Istogu është qysh është, edhe shumë qytetet tjera janë qysh janë sot, dhe me thonë, prej kontributit shumë të madh djemve që e kanë dhonë në atë kohë. Edhe do të me konë falemnderus, po merita i shkon normal që i shkon shefit të operativës ose komandantit të zonës në atë kohë, se mos kishë qenë, ndoshta mos kishë qenë Ramushi, Peja ishte njësoj si kur Mitrovica, dhe me thonë kishin vazhdu të lashet tutje. Po e ka pas edhe një, dhe me thonë një ballavaçe me forcat ruse në atë ku? A keni qenë ju atë? Jo, une jom anë mas lufte me Ramushin deri në kohën e demilitarizimit të UÇK-s. Dhe aty tutje unë e kom vazhdu në një formë, Ramushi është dalë në politikë, edhe fatkeqësisht kom qëllu adet, kanë qëllu Gazmend Sylla më doget, Ahmet Isufi dhe disa 2-3 djemë që kanë qenë me ta. Po ata kanë qenë, aty ka qenë kogja e zorshme, fatëbarsisht nuk e di as që është kanë pështu, po adit kanë mujtë edhe me pasoj edhe matë mlaja, ndoshta edhe në domë të Ramushit, po edhe në domë të atyne. Por Ramushi ka qenë, që shedim Ramushin, dhe me thonë tipi tilë edhe urrejtja normal ka vazhdu urrejtja, se kur e logaritash, na kem logarit njësoj si Sërbin, si Rusin, një farforme, edhe prap du të mi logarit të njëjten. Dhe atëherë nuk i pas zgjidhje tjetër se provokimi ka ardhur prej tyne, jo prej Ramushit. Me gjithë se Ramushi se ka pas problemat punë, po... Qka ka ndodhur atë konkretisht? Konkretisht ka ndesht me arrestu Ramushin. Tash për shumë arsye me arrestu, po problemi është se ku pe e qënë. Ajo thonë se tash problemi ka qenë se komanda e forcave të NATO-s në atë kohë, dhe me thonë, na kem pas një farë letre që kem pas lëshume prej generalit Këforit në atë kohë, Gjeksonit, që në kërë tonin, dhe me thonë, nuk ka guxuf me kontrolu kërkush. Dhe me thonë, kem pas lejen me hi edhe mrena në kazermat Këforit, edhe kërë janë nuk është kontrolu. Po forcat, që shedim forcat ruse në atë kohë, nuk ju kanë përgjizas komandës NATO-s. E vërtet. Edhe dhe me thonë, këtu ka qenë të lashja, nëse ti e me Ramushin ku pe qonë ose ku i pja qonë. Këtu ishë problemi, dhe me thonë që mos me lonë... E qka ka ndodhë më ndej? Ma ndej ka ndodhë për leshje, dhe me thonë me ta dhe kanë shku deri në kapje të armëve, po fatëbarsisht nuk ka ndodhë në aksident ma i madhë. Edhe kanë arrestu, po Ramushi s'ka pranu deri sa kanë ardhë forcat anglezëve më duket në atë kohë në ardhë dhe kanë marrë se e kanë kuptu rastin që kanë gabu, edhe atëherë normal që është dash me ndërhy dikush tjetër për marrë mi marrë. Po a i taku gjatë luftës bojarë, se harrova me përmend me ish presidentin Hashim Thaçi edhe me Kadri Veselin, sepse
Keni kalu kufirin shumë herë për me furnizu me armatim? Qërë, unë e këmë qenë një ndër djemë të partë, ndoshta të ushtrisë shqiptare të Kosovës që kemë përcjell shumë njerëz bashkë me Shkëllxenin. Ka mundësi që kena bo ndoshta mbrana javëve 3 herë rrugën për Shqipëri. Edhe në kara, atëherë nuk i kemë njohë me emna. Po, absolutisht. Se kemë ditë as s'ka po samran ato. Hashimi, as Kadria, as tjetëri, as po. Me njohë ka normal, po. Edhe me ftyra, atër mos anaj, po. Do më thonë i ke po? I kem po, i kem përcjell, do më thonë shumicën e kohës, se krejt pika që kone lidhën, do më thonë që kanë kalu krejt, edhim, krejt ushtarët e Kosovës, po flasë për zonat, po pjesa e madhe tyne ka kalu në për Glogjan, do më thonë për furnizim dhe për armatim, edhe ka njëherë, ndoshta nuk e di, duhet me dalë pak të ndikush për i tyne me bo një faleminderim, nështë se une e shoh si pik jo të mirë, në shumicën e rasa, o dash me dalë me i bo një faleminderim për të pak të në bërnjonat që aty ju kanë dhonë buk, ju kanë la teshat, ju kanë la sukur djemë të vetë. Edhe ka njëherë për i harrojmë do sane, edhe duhet me dalë dikush me thonë të pak të veç faleminderit. Po, ka i kom taku fatbërsisht edhe kom pas rastin edhe me najt me ta. Në atë kohë po t'las edhe para periudhës, para 98-ës. Të kujtuhet në i fjallë për ty, në i diçka në i bisedë interesante? Qëre, atëherë jem konë pak ma të ndrojtun, se ish problemi se nuk unë gjeshim shumë me njëni tjetërin, dhe shumicën e tema nuk i kem pas nashta të liume edhe më folë, po i kem rujtë i raportet, dhe më thonë diskutimi ka qenë ma shumë i madhë për temat luftës, ku ka nashta ma shumë forca, ku duhet me sulmu, që duhet me bo, dhe më thonë që kjo konë tema. Bujar, jemi minutat e fundit, du në falenderoj shumë për këtë rrëfim rënqes, kisha pos dëshirë në fund pa e politizu emisioni se ka qenë fantastik, po një 2 fjallë, dhe më thonë, me që jemi në prag të zgjedhjeve qendrore. Qërë, na jem 26 vjetë mas luftës sot, edhe shumë është dhonë shumë mundi, shumë kontribut, shumë gjak, kem hala njerës të pagjetun. Me thonë është ka gja sakrifice ma dhe me ardhë deri ku jem sot. Sot fatbërsisht i kem shtyllat e shtetit, kem arrit shqyqër me i bo shumicën për i tyne, edhe ushtrinë, edhe policinë, edhe shumë të tjera. Po proceset politike mas lufte, ndoshta ka pas gabime, nuk është që s'ka gabime, se gjithkush gabon, po ka njëherë duhet, kur gabon, duhet me këshyrë ku i gabu edhe me mujt me përmisu që ata. Absolutisht. Sot jem një situatë jo të mirë, e dim gjithë, se jem të jetu në Kosovë, jem të rritë fëmi këtu. Gjendja ekonomike nuk është stabile. është merë. Jem për herë të parë si shtet i ri nër sanksione të Bashkimit Evropian, edhe je përjashtuar prej Departamentit Shtetit Amerikan, të cilëve duhet nashta natën ka njëherë mu qumë, ju thonë faleminderit. Ose janë garantus pavarësisë. Edhe, dhe me thonë, këtu janë pasoja prej këtë qeverisës ose politikës keqe. Edhe unë e mendoj që duhet disa njerëz duhet t'i hapin sytë edhe ta kujtojnë veç pak kalumen. Me thonë, veç pak me kujtu që ata, edhe atëherë me menu që apo dojmë tutje. Edhe normal me mbështet njërin i cili punon për vend vetin edhe nuk qënë tema ku nuk duhet me qu, se me bo me hi me qelë tema që i din edhe ti i di edhe une. Me thonë, nashta kemi informacion pak ma shumë, po du me thonë, ekonomia Kosovës është ka shkon drejtë Serbisë. Çdo sant që lidhet sot me ekonominë e Kosovës, dhe me thonë, bartet prej shtetit sërbë. Ty njësë prej gjanave elementare që i ki egzistuse, edhe shumë të tjera që nashta ka njerë folen, po ka njerë s'folen hiç. Kjo është e rëndë. Edhe një rast sot që e pata një komunikim me disa shok të mitë, dhe me thonë, unë u befasova, për shumë arsye se
unë e di temat e mdhaja, energjia, kjo që nashta nuk mundesh me i prodhu të gjitha. Po Kosova ka mundësi me prodhu një kamion zallë. Politika e Kosovës, ja ka revoku licencat, kompanive në Kosovë që kanë prodhu zallë, për infrastrukturën e Kosovës. Ata çka më bën e morrin zallën për service. Qëre, unë jam për mbrojtjen e ambientit, po gjithkund në Evropë ka licencë, e ki licencën e saktume ku ki me punu. Ndërsa, sot e kuptova, para se marrë në studio, që edhe zalli importuat për i servisë. E çka kemi thonë dy fjalë burr se mund po më nervozoj shumë kur po thonë domethënë për generalin Ramosh Haradinaj edhe ish kryeministrin, po thonë jo kanë me këto, jo kanë me Radojqiqin, jo kanë një mesazh prej teje kisha po shef. Më dëgju pas atij rrëfimi rëndçat që kallëzova që se çka keni vujtë se ka shpëtu ish kryeministri Ramosh Haradinaj. Që me thonë s'po flas si bujar, po flas si opinion. Me thonë Ramushit jemi listën sërbe dhe jemi Radojqiqin, do të mi pas që thonë të na një dy gish ftyrë, të pakten. Edhe veç pak me menu një njeri që sot merr frymë dhe jeton në Kosovë, me thonë kontributi Ramushit për më ardhur deri këtu ku jam sot, është kogja i madh. Edhe jënë ka shkojnë se cilën ditë kanë më shku tu e pranu. Dhe thonë, kur ty, del një general Amerikan, që edhe është në penzion, nuk ka lidhja i përgjigje shtetit prap, kur del e mbron ushtrinë shqiptarët Kosovës. Edhe thot Ramushi apo si Rambo. Edhe thot që edhe mbron me zemër, me krenari ushtrinë shqiptarët Kosovës. Qohet një pion cili do t'jenaj, nuk e di për kënd ka punua, kënd ka familjar, a ku ka lidhje. Qohet një pion i tillë sot, edhe thot t'je me lisën sërbë, ose je me Radojqiqin, ose je me këta, ose je me këta. Për mu është degradim i politikës. S'ka fjalë. Edhe këtë degradim fatkeqësisht ka ardhur prej mlefit edhe mjeljes së frymës keqe ndaj tema të caktume. Po du me thonë se cili nëse ki bo një vepër dush mu përgjigj para gjykatës, dush mu përgjigj para nëse ki bo një vepër korrupsioni ose një diçka tjetër. Po nuk mund është me thonë një njeri që ty ta ka sjell dirinë edhe të ka pru sot në pushtet, nuk mund është me thonë që ati kriminal. Edhe do me thonë, deri që aty ka degradu situata që... Kush mendon që e ka bo këto shkurtimisht? Po... Dirë? Tash na jem të jetu në Kosovë. S'muna me lujt budallën. Absolut, budallën ti nëse ta luj budallën po, realisht, sot e kanë bo që ta njerës që janë pushtet, do me thonë, të ju njës prej ministrav, edhe prej krye parlamentarëve, prej njerëzve që kanë mbledh dosje kundra ushtrisë shqiptare të Kosovës, e kanë pranuar vetë në studio. Edhe kanë thonë na kishte dalë lufta më lirë. Tash nuk mund është ti me prit për qati që të ka thonë një kohë caktume që nashta a me vedije pa vedije nuk e di une, po ti po e pranon që e ki bot njëjtin situatë për ushtrinë shqiptare të Kosovës, e ki thonë është e lidhë me krimin, është e lidhë me këta, me ata. Pa tash, kjo nuk donë, kjo punë s'donë që thonë sy e vesh. S'donë koment. Do me thonë që to jënë temat, po unë nuk mendoj që situata është e mirë. Duhet me i hapë sytë njerëz. Qytetarët që do t'ishta me thonë, me i hapë sytë atje kur shkojmë votim edhe te kutinja aty, me menu mirë e gjatë. Letë menojnë. Se 4 vjetë nuk janë shkurta. Letë menojnë për veti. Na keme pas, Serbin keme pas kufi edhe keme pas armik krejt jetën. Veç që ta leta menojnë adin. S'ka rëndësi a është liru Verev, a nuk është liru Verev. S'ka rëndësi a është liru Dugazini, a s'është liru Dugazini. Serbin e kinë kufi. Temat e ardhshme të sigurisë, dhe me thonë, kanë me qenë shumë të rëndësishme. Përfundimi i luftës në Ukrainë, për ne nuk ka, inshallah nesër maron, por nuk ka me qenë lajmi i mirë. Për shumë arsye se përqendrimi i Serbisë është për destabilizim të Ballkanit. Këta e din edhe Evropa, e din edhe Amerika, po dhe me thonë me përkrajnë e Rusisë, këta keme pas gjithë. Ma mirë është me menu tutje ku do të shkojmë nesër. Bojar, faleminderit shumë, respekte shumë. Faleminderit e vijuar, faleminderit shumë. Për fundi alo me mbyll,
Fitim Gashit bashkë me Jeton Asoni me një këngë. Sot krenohet mbar Kosova me trimat e Dugagjinit, kapni pushk se erdhi ora, po thret kulla Haradini. Babil mia donizo Jemeni pa po mi thret me ardhë shkohu dert konokut Dugagjin s'është konadet. Ty me flak po i shkonde qanit, do mja prishi pen folin, jo s'ka vdek pushka e luanit, e kem gjallë u qeken. Gjallë kema demja sharin, që ta dridhi Beogradin, vlazni tiki në mes glogjanit, trim shkel zeni e luanin. Zdo pranver kur mor si qel në drenice Dugagjin, Vljaka doni do t'rindes e për herojt e vendit tim. Ju falënderit.